Kryeministri Rama ka folur për mbështetjen që ai dhe qeveria e tij ka planifikuar në mandatin e ardhshëm për t'u dhënë grave. Rama është dalur te kandidatja e Delvinës, Ina Majko, për të cilën u shpreh se është shumë krenar që ka zgjedhur ta ketë në listën e Vlorës. Ai njoftoi se edhe nëse Majko nuk do jetë pjesë e kuvendit, do të jetë pjesë e qeverisë. Do japim më shumë bursa për fëmijët që vijnë nga familje në ndihmë ekonomike dhe për shumë prej tyre që vijnë nga familje egjiptiane dhe rome. Edhe unë jam shumë krenar që për herë të parë Partia Socialiste bëhet promotore një kandidature nga komuniteti rom. Një vajzë nga Delvina, e cila përfaqëson vajzat e marginalizuara, por që jo vetëm mund të jetë një zë i nevojshëm në kuvendin e Shqipërisë, por që edhe nëse nuk do të jetë në kuvendin e Shqipërisë, patjetër që do të jetë një zë në qeverisjen tonë të mandatit të ardhshëm. Rama ka Korça. Ai theksoi gjithashtu se 56% e anëtarëve të PS-s janë gra e vajza, ndërsa shtoi se kanë përqindje të lartë në administratë dhe institucionet lokale. Sipas kryeministrit, pa gratë dhe vajzat, as nisma për mbylljen e TikTok dhe mbrojtjen e fëmijëve nga krimi nuk do të arrijej dot. Nëse do arrinim të mbyllnim TikTokun pa mbështetjen absolute të grave, po të ishte muhabet burrash, nuk e di nëse do ishte mbështetja për të mirën e fëmijëve për mbylljen e TikTok. Dhe ne nuk do ndalemi, ku kemi edhe risi në PS, ku organizatat e partisë drejtohen nga burra dhe djeme, gra dhe vajza, dhe në shumicën e tyre kemi drejtuese gra e vajza, u shpreh ai.